Vlora është përfshirë këtë të mërkurë, sërish nga moti i keq, i shoqëruar dhe me rreshje intensive, të cilat kanë vijuar kryesisht gjatë natës, por edhe gjatë orëve të para të kësaj dite të mërkurë. Ndërkohë rreshjet kanë sjellë problematikat e para në qytetin e Vlorës, kryesisht në zonën e Zvërnecit, por dhe në zonat caktuara të qytetit bregdetar. Në zonën e Zvërnecit, rruga që çon drejt plazhit është totalisht e bllokuar nga prezenca e ujit, ndërkohë që qarkullimi i automjeteve kryhet me mjaft vështirësi. Problematika ka patur dhe në disa prej zonave të tjera po brendësi të lagjeve të qytetit të Vlorës, ku ka prezencë të ujit, kjo edhe për shkak të rreshjeve intensive. Ndërkohë që referuar situatës, ajo pritet të vijojë e tillë këtë të mërkurë, por edhe gjatë gjithë ditës së njëjtë. Vlora është përfshirë sërish nga moti i përkeqësuar, problemet janë shfaqur në disa zona të qytetit. Vlora është goditur këtë të mërkurë nga moti i përkeqësuar, shoqëruar me rreshje intensive shiu, të cilat kanë nisur gjatë natës dhe kanë vijuar gjatë gjithë kësaj të mërkure, ndërsa janë shfaqur problemet e para në disa zona të qytetit. Rruga pranë Zvërnecit është një ndër segmentet më të prekur, ku niveli i ujit është rritur ndjeshëm, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Por problematika për shkak të rreshjeve ka patur dhe në disa zona të tjera të qytetit dhe në brendësi të lagjeve. Pritet që qyteti i Vlorës të vijojë të jetë i prekur nga moti i keq dhe rreshjet intensive për 2 ditë me radhë, të mërkurën dhe të njëjtën, ndërsa situata vijon të mbetet në monitorim për të evituar problematikat që mund të krijohen.